Kassandra, përshëndetje edhe njëherë, a ka ndryshim trendi i votuesve në këtë orë të fundit? Lovena, të përshëndes, unë jam tek qendra e votimit 25/6 këtu në Cerrik, në ambientet e shkollës Alex Buda, ambientet e së cilës në fakt do të shërbejnë edhe për numërimin e votave. Jemi në minutat e fundit, pasi në orën 18 pritet që edhe të përfundoj procesi i votimit. Deri në këtë moment të paktën nga vëzhgimi që kemi patur mundësi të shohim nga ky vëzhgim në terren, ka një interes të qytetarëve, duhet thënë, edhe në këto minutat fundit ka qytetarë që vinë për të ushtruar vullnetin e tyre të lirë për të zgjedhur kryetarin e ri të Bashkisë së Cerrikut. Megjithatë, pjesëmarrja duhet thënë që po ta krahasojmë me zgjedhjet e 2023-shit është më e ulët deri në këto momente, sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, deri në orën 16 kanë votuar rreth 26% e qytetarëve të Cerrikut, por në zgjedhjet e mëparshme kjo pjesëmarrje ka qenë më e lartë në 28%, megjithatë shohim një interes nga ana e qytetarëve për të votuar edhe në këto minutat e fundit, duhet thënë, përpara se qendrat e votimit të mbyllen. Megjithatë duhet thënë, Rovena, që Cerriku është karakterizuar nga një proces votimi zgjedhor tejet i qetë, pa problematika. Vlen vetëm për të përmendur një problematikë që u tha edhe më herët nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi për sjelljen e një vëzhguesi në njësinë administrative Klos të Cerrikut, pasi ka dyshime se një prej vëzhguesve ka qenë duke parë se për kë votonte votuesi. Megjithatë është një rast që po verifikohet ende. Nëse mund të cilësohet, kjo është vetëm një problematikë e raportuar deri më tani në Cerrik, që duhet thënë se ka qenë një proces votimi tejet i qetë, pa incidente dhe pa problematika, ashtu si kundër e kemi raportuar edhe më herët. Faleminderit Kassandra Pali për raportimin, punë të mbarë. Mirë, ne do të përpiqemi tani të kemi të dhënat në kohë reale.